Kosova sot nuk përballet me sfida të lehta. Kosova përballet me një provë të drejtë për drejtë të qëndrueshmërisë së saj si shtet në një mjedis rajonal e global të breshtë. Dy nga vlerësimet më serioze globale të sigurisë, raporti i Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara për vitin 2026 dhe raporti i Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s japin një mesazh të qartë. Rajoni ynë është i brisht, Kosova është e ekspozuar dhe kërcënimet janë reale, në rritje dhe gjithnjë më komplekse. Nga lufta hibride, të ndikimi huaj dhe dezinformimi si armë, këto nuk janë narrativa politike, janë realitete operative të konfirmuara nga aleatët tonë strategjik. Por ajo që është më alarmuese është kjo: ne nuk po përballemi vetëm me kërcënime nga jashtë, po përballemi me dobësim të rezistencës sonë nga brenda. Ngjarjet e fundit tregojnë se narrativat e rreme nuk janë më margjinale. Ato po dëpërtojnë në diskursin publik dhe po prekin vetë themelet e shtetit tonë, duke deformuar të vërtetën në dëm të interesit shtetëror. Sepse kur historia relativizohet, kur sakrifica vjet në pikpyetje dhe kur e pavërteta fiton hapësirë, atëherë dobësohet vetë kohezioni i shtetit. Të nderuar qytetarë, ngjarjet serioze të sigurisë që kemi përjetuar viteve të fundit nuk duhet të trajtohen me etiketa të lehta, sepse ato kanë ekspozuar diçka shumë më të rëndë, cënueshmërinë reale në funksionimin e sistemit të sigurisë të Kosovës. Dhe kjo është çështja thelbësore, sepse siguria nuk matet vetëm me ato që dim, por me ato që parandalojmë dhe me mënyrën se si reagojmë kur rreziku materializohet. Në këtë kontekst, vendimet për institucionet kyçe të sigurisë, përfshirë drejtimin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, nuk janë procedura rutinë. Janë vendime strategjike, janë testi drejt për drejt i seriozitetit të shtetit. Po, vazhdimësia mund të ketë vlerë për stabilitetin institucional, por vetëm përmes standardeve të larta të llogaridhënies. Në këtë situatë të ndjeshme të sigurisë në vend, në rajon e më gjerë, testi i vërtet për OKI-n dhe udhëhecinë e saj do të jetë të dëshmojë se pavarësisht emërimit të këtij pozicioni nga autoritete politike, integriteti i këtij institucioni vital për sigurinë kombëtare mbetet absolutisht i pacënueshëm, pa marrë parasysh kush e ka emëruar, sepse institucionet si OKI, ushtria, policia dhe zjarrfiksit janë institucione kyçe për sigurinë tonë kombëtare, mbrojtjen e qytetarëve dhe të shtetit tonë, pa marrë parasysh kush qeveris vendin. Faleminderit.